Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, ka hedhur firmën e saj të parë me njerëz sapo mori detyrën në krye të këtij institucioni shumë të rëndësishëm vendor në Vlorë. Firma e parë e Mersinit ishte ristrukturimi i shërbimeve publike. Kryebashkiakja ka vendosur që këtë ndërmarrje të rëndësishme t'ia besojë një prej njerëzve që e njeh mjaft mirë terrenin, por edhe funksionimin e pushtetit vendor, Ilir Aliajt. Aliaj që deri në këto momente dhe prej vitesh ka drejtuar me sukses drejtorinë e furnizuesit të shërbimit universal pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Vlorë, duke arritur rezultate të larta. Do të marrë tashmë drejtimin e një prej drejtorive shumë të rëndësishme në Bashkinë e Vlorës, siç janë shërbimet publike. Vlen të theksohet se drejtoria e shërbimeve publike në Bashkinë e Vlorës kohët e fundit ka qenë inekzistente në qytet dhe kryetaria e re e bashkisë, duke e kuptuar këtë gjë, ka vendosur të kryejë ndryshime dhe t'ia besojë drejtimin kësaj ndërmarrjeje një profesionisti. Eksperjenca e mëparshme e Ilir Aliajt, edhe si kryetari i rajoneve të qytetit, por edhe aktualisht si këshilltar në Këshillin Bashkiak, do ta ndihmojë për të bërë më mirë punën, për të futur në rrugën e duhur këtë drejtori dhe për ta bërë atë sa më efikase. Në këto kushte, Ilir Aliaj mësohet se ka dhënë dorëheqjen nga drejtoria e furnizuesit të shërbimit universal pranë OSHE-s në Vlorë dhe tashmë do të marrë një detyrë shumë të rëndësishme, siç është drejtoria e shërbimeve publike. Synohet që në drejtimin e Aliajt, ndërmarrja e shërbimeve publike të vendoset në shërbim të qytetarëve për të bërë punë të mira dhe pozitive për qytetin. Por kryetaria e re e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, ka vendosur që të ndërmarrë një reformë të thellë organizative, edhe sa i përket ndërmarrjeve që janë pjesë e qytetit të Vlorës, përveç asaj të shërbimeve publike. Pikërisht në kuadër të kësaj reforme, televizioni 6+1 Vlora mëson se është miratuar edhe transferimi i shërbimit dhe funksioneve të ndërmarrjes së gjelbërimit drejt ndërmarrjes së pastrimit. Kjo do të sjellë mbyllje në ndërmarrjes së gjelbërimit si drejtori më vete. Thonë ndryshe, ndërmarrja e gjelbërimit dhe ndërmarrja e pastrimit tashmë do të jenë së bashku. Të gjitha shërbimet që lidhen me mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbërta, parqeve dhe pembe dekorative do të kalojnë tashmë në administrimin e pastrimit. Ndërkohë shërbimi i ndriçimit rrugor nuk do të jetë më një strukturë apo ndërmarrje më vete, sikundër ka qenë aktualisht, por do të transferohet pranë ndërmarrjes së shërbimeve publike, që tashmë do drejtohet nga Ilir Aliaj. Pikërisht kjo ndërmarrje, përveç detyrave të saj funksionale, të deri tanishme, sikundër janë riparimi i rrugëve e trotuarve, apo edhe investimeve të ndryshme në infrastrukturën rrugore, tashmë do të ketë në përgjegjësinë e saj edhe sistemin e ndriçimit rrugor të qytetit, përfshi këtu edhe njësive administrative. Reforma me fundit e ndërmarr në ndërmarrjen e shërbimeve publike dhe ndërmarrjen e pastrimit dhe gjelbërimit, duke i grupuar ato në një ndërmarrje të vetme, mendohet të sjellë edhe efekte në një menaxhim më të mirë të këtyre ndërmarrjeve dhe në punë më të mira dhe funksionale për qytetin.